Përshëndetje, rishihemi në këtë episod të radhës të Vox Politics me mua Edlira Çepanin dhe me Aurora Sulçën. Kënaqësi Edlira. Kënaqësi që jemi këtu sot bashk me një të ftuar në fakt shumë interesante, e cila ka që në rinin shumë të hershme në politik, por që ka qenë një zë i fortë që atëherë dhe që sot është pikërisht një zë i fortë edhe në Parlamentin shqiptar. Ajo është pedagoge e së drejtës në fakt, juriste deri para pak vitesh, deri tani që është në parlament, deputete e Kuvendit të Shqipërisë. Erisa Xhixho, faleminderit që je këtu me ne. Faleminderit Edlira. Mirë se erdhe Eris. Mirë se u gjeta. Në fakt, ne kemi thënë gjithmonë që podcasti Vox Politics është një podcast i cili mundohet që t'ju jap një zë vajzave dhe grave në politik, të cilat rezulton nga çdo studim i yni që nuk kanë mjaftueshëm zë dhe akses në median shqiptare, në median tradicionale, por përdorin më shumë rrjetet sociale dhe takimet me komunitetin, me votuesit e tjerë tjerë. Erisa, si e shef pjesën e aksesit në media? Na del gjithmonë kur flasim me vajzat dhe gratë në politik, një nga barrierat, mungesa e aksesit të mjaftueshëm në media. E ke ndjer apo ti je një nga ato aktivistët e hershme që tashmë nuk e kanë problem? Padyshim që e kanë ndjer dhe kur mendoj gjithë rrugtimin tim, domethënë që në 2005-ën, 2004-ën që moment që unë aktivizova me politik, babai im ishte kundra. Familja ime gjithashtu ishin stereotipe shumë të forta në krahasim me çfarë jemi sot. Kemi bërë hapa gjigant fal kontributit edhe tuaj si shoqëri civile, por jo vetëm. Dhe atëherë kur unë mora kreun e lëvizjes rinore për integrim, isha e para vajzë 17-18 vjeçare që drejtonte një forum rinor. Ku mediat, më duhet kujtoj, ishte Shijak Televizion, TVSH-ja, TVA-ja, dhe kur shumë përpara dhe kaseta dhe çdo gjë e bënim vetë në mënyrë që të mund të dilnim në televizor. Dhe sot padyshim që ka sfida shumë dhe unë i shfrytëzoj shumë rrjetet sociale. Pra jam një ndër politikanë që i shfrytëzoj gjatë gjithë kohës që prej 2011-s kur unë kandidova në mazhoritar në mini bashkinë numër 5, aty kuptova forcën dhe fuqinë e Facebookut, Instagramit dhe duke u rrethuar gjithmonë me trime të cilët më updetonin në të rejat e fundit, unë e shfrytëzoj jashtëzakonisht shumë. Domethënë në komunikim me elektoratin, por jo vetëm dhe për iniciativat që unë marr, sepse duke qenë jo vetëm grua, por duke ardhur dhe nga një forcë politike e cila është e treta në vend, por që ka një censur të jashtëzakonshme në media, e cila kryesisht drejtohet drejt dy forcave politike në mënyrë që i gjithë skena politike të jetë në atë monopolin politik. Që kështu në është dashur dhe vazhdoj të shfrytëzoj miqësitë e mia me gazetarët, korrektësinë e gjithë shka tjetër dhe për të qenë aktiv në mënyrë që të marrë sadopak vëmendje. Padyshim që sot është më e lehtësuar situata se çka qenë, duke qenë edhe në parlament, padyshim që gazetarët kanë interes për ty aktivitetin tënd e tjerë me radhë, por të duhet një punë shumë më e madhe në krahasim edhe me meshkujt, por edhe me forcat e tjera politike. Cila është një tipar që të ka ndihmuar që t'ja dalësh mban? Ti ke nisur 17 vjeç, shumë gjëra i ke mësuar edhe rrugës në raport me politikën, në raport me qytetarët, me votuesit, në raport me median si interlokutor, por edhe si partner në përçimin e mesazheve. Cili është një tipar që do të dallohet e vetja dhe një farë mënyrë të japi edhe si mesazh për gratë dhe vajzat që duan të aderojnë dhe të futen në skenën politike? Këmbgulja, mos u dorëzo. Unë edhe pse 20 vite në politikë është mandati im i parë. Kam pasur shumë disfata, kam garuar në 2009, kam qenë e treta pavarësisht mbështetjes që më është dhënë nga partia e jashtëzakonshme. Këtë duhet ta pranoj jo vetëm mua, po çdo gruaj e vajzë ne kemi parë sur forca e parë politike që ka pasur kvotën 30% në statut, edhe 50% në gjithë strukturat, gjithashtu. Por edhe në për lista ne kemi qenë gjithmonë në avangard për promovimin e trimëve dhe grave dhe vajzave.
por nuk jam dorëzuar. Kam pasur disa fata, kam humbur në mazhoritar në 2011, kam përjetuar jashtëzakonisht shumë, ne kam qenë 24 vjeç, e kam përjetuar si një humbje personale, edhe pse u fitua bashkia në atë kohë në koalicion me Partinë Demokratike, unë e përjetova jashtëzakonisht shumë. Dhe nga ai moment mendoj që këmbgulja për të vazhduar më tej, vazhdova në 2015 që arrita të hyja në Këshillat Bashkiak, drejtova listën e Këshillit Bashkiak, u futëm për herë të parë nga LSI-ja 13 këshilltarë në Bashkinë e Tiranës, ka qenë një fitore jashtëzakonshme. Në 2017 përsëri humb për deputet në Fier, dhe mbaj mend kam pasur djalin tim vetëm 6 muajsh dhe ka qenë një nga momentet më të vështira për mua, që nga një anë duhet kujdesesha për djalin dhe aty kuptova se gjithmonë kur dëgjoja gratë në politikë që ankoheshin për balancën midis familjes dhe karrierës, thoja këto gra vetëm ankohen. Momentin që u bëra nën, kuptova realisht se sa sfiduese dhe çfarë sipërmarrje të jashtëzakonshme bëjnë gratë, jo thjesht në politikë, por në çdo sferë të jetës dhe karrierës tyre, për të balancuar pikërisht këtë moment. Humba në 2017 në Fier, kam qenë 6 muaj e deleguar atje në kandidim, dhe kur gjithë, po them, njerëzit më të ngushtë, familjarët, Risa, ndoshta nuk është kjo rruga, ndoshta ti nuk mund të japësh në politikë, ndoshta ky mandat ose ky moment përfaqësimi që ti do të japësh, ndoshta nuk është rruga e dur, ndoshta ti duhet ta rimendosh, kam pasur reflektimet e mia dhe çdo gjë tjetër, dhe kam vendosur të vazhdoj me një këmbgulje të jashtëzakonshme, sa prindrit e miqtë e mi që më njohin, thonë ke një durim të jashtëzakonshëm për të vazhduar. Kjo ka qenë edhe për mediat kam qenë shumë korrekte. Në fakt kam krijuar marrëdhëniet e mia personale me gazetarët, më kanë suportuar shumë, dhe duke qenë se jemi një brez që të shoh gazetarët tashmë terrenit ose ato që punojnë në Prime në televizione shumë mira, janë brezi im që kemi bërë rrugtimin bashkë në një farë mënyrë, edhe e di në rrugtimin tim të vështirë edhe sfidues, por që kjo gjithmonë e jap këshill. Sado që ti humb një betejë në politikë, unë kam punuar gjithmonë edhe me aspektin profesional. Dhe fakti që unë isha juriste, isha pedagoge, kisha një independencë shumë të madhe akademike, profesionale, kjo të jep një dorë shumë madhe në politikë. Unë e kam parë gjithmonë që nëse ti je i arrirë profesionalisht, ti mund të kontribosh më shumë politikë, po dhe politika e ka shumë të vështirë të përdori ty, apo të imponohet në momente të caktuara. Që kështu, fakti që unë kam pasur dhe kam investuar shumë në edukimin tim, unë dhe familja ime, ka qenë një armë shumë e fortë për të vazhduar dhe për ta parë politikën si një mundësi dhe si një sfidë dhe si një mision në vazhdimsi, por jo për të dorëzuar. Është shumë e bukur se në fakt shpeshherë kur ne flasim për vajzat dhe gratë në politikë, menjëherë njerëzit sjellin në vëmendje kuotën, thonë janë këto që hyn nga kuota, ndërkohë që njerëz të cilët kanë eksperiencën tënde tregojnë që kjo është rruga e dur në fakt për të ecur në politikë. Ta provosh në të gjitha sistemet, në të gjitha llojet e pushtetit, që pastaj të kesh eksperiencën e dur për shkuar edhe atje ku është pushteti legjislativ, që është një nga më të rëndësishmet. Të jap vetëm një moment. Sarkozia ka një batutë shumë të famshme që në fakt u gjej veten. E kanë filluar politikët duke ngjitur postera. Dhe unë besoj fort, unë vetë jam një nga ata të rinj që për dën modelin si kryetare, kam qenë bashkë me ta duke ngjitur postera në 2009, edhe pse kandidoja për deputete, kam qenë bashkë me ta duke shpërndar fletushka, kam qenë duke shpërndar kasetat e kronikës, domethënë unë di dhe procesin e medias, e di si bëhet live dhe çdo gjë tjetër. Dhe kjo të jep padyshim vetbesim, dhe të jep të ngjisësh ato shkallët me modesti, dhe jo me ashensor. Ngjitja me ashensor unë nuk e preferoj, sidomos në politikë, padyshim që ka momente që të duan intelektual, të duan gra, patjetër, por që edhe në momentin që ti je në majtë duhet të punosh fort në momentin e arritjes atyre gjërave. Frymëzon akoma kaq fort politika, siç të ka frymëzuar ty në 2005, sepse ti flet sot dhe ke akoma të pasionin,
edhe të dallohet, edhe në energji, edhe në mënyrën se si flet, edhe unë besoj fort që është pasioni i cili mban gjallë të gjitha gjërat dhe i vën në lëvizje. Kur nuk ke pasion për një gjë, nuk është as paraja, nuk është as pushteti, nuk është as fama. Frymëzon sot me të njëjtin pasion të rinj. Isha dorëzuar shumë herët. Domethënë, duke qenë se në aspektin profesional, gjithashtu mamaja vinte nga avokatia, kishte zyrën e saj të noterisë, pra unë e kisha bërë atë rrugtimin tim profesional. Që të shtruar. Po, kam pasur fat në sensin e kësaj gjëje. Dhe pasioni im, po dhe lumturia që gjeja nga arritjet e vogla. Do me thënë, mbaj mend që kur isha në opozit 2005-2009 dhe protestoja për maturën shtetërore, protestoja për ligjin e arsimit larg, është një nga kauzat që mua më ka identifikuar, pikërisht ajo jo vetëm dashuria ime për edukimin, por besimi që unë kam dhe bindja që unë kam që vetëm duke investuar në arsim dhe gjithmonë i thoja të lërëisë, çunave dhe gotave që pavarësisht angazhimit politik nuk duhet lini edukimin, investimin të vetja, investimin në kapitalin tuaj. Dhe kur sheh se si politika ka mundësi që ato gjëra që duken shumë të pamundura, t'jenë të mundura, t'jenë të prekshme, të ndryshojnë realitetin e qytetarëve, e njerëzve, është një arritje e jashtëzakonshme. Dhe mbaj mend iniciativën që unë çova në parlament për ligjin për regjistrin kombëtar të dënuarve për krime seksuale, që ka qenë një bashkëpunim me shoqërinë civile. Ka pasur shumë protesta se si shumë persona pedofile arritën u futën në sistemin tonë arsimor, kanë pas skandale në Berat, në Lushnjë, dhe ka qenë një problematik shumë e madhe dhe çfarë ndodhte thjesht një ngërç procedural në parlament, ai kishte një ligj që rinte 10 vjet flinte në parlament. Dhe së bashku me media, do me thënë unë kam kërkuar mbështetjen e medias për ta maksimizuar, kam trokitur në çdo derë për të advokuar këtë çështje dhe fundja ishte një deputete nga një forcë me 4 mandate në parlament dhe për të arritur miratimin do duheshin minimalisht 69 vota dhe unë nuk i kisha. Por kauza që u advokua bëri që të ndërgjegjësoheshin shumë nga kolegët e mi dhe ajo ka qenë një nga momentet më të gëzuara në fakt, më të bukura të këtij mandati, sepse u arritën 122 vota dhe mbas reformës në drejtësi ky është ligji i cili ka arritur konsensus, më i votuar, edhe pse nuk është zbatuar ende fatkeqësisht dhe unë kam bërë disa dëgjesa dhe vazhdoj ta ndjek sepse më pas u fut dhe në ligjin e arsimit para universitar si iniciativë dhe është sankcionuar dhe atje. Por vazhdoj ta ndjek. Në fakt në shembullin e bashkëpunimit për kauzat përbashkëta, ti je edhe sekretare e përgjithshme e Aleancës së Grave Deputete, me cilën fakt keni ndërmarrë edhe disa nisma, e fundit ishte edhe pjesa e rregullimit të përfaqësimit në sistemin e ri të kombinuar listat mbyllura, listat hapura. Që ka qenë merit e juaj kryesisht, shoqërisë civile këtë duhet ta pranoj. Është gjithmonë bashkë, siç e tham, ne kemi zërin, ju keni votat, kështu që janë gjithmonë bashkëpunime të cilat realisht të vlejnë, por një pyetje kështu se duket sikur në Shqipëri, në fakt edhe neve para shumë vitesh kur krijuam Mbretërin Barazim Vendimare na thanë nuk bashkëpunojnë forcat politike në Shqipëri, Shqipëria është një vend i polarizuar, nuk keni për të rënë asnjëherë dakord. Duket sikur ka shumë polarizim në parlament. Si ja dilni tek pjesa e aleancës për të ndërmarrë nismat përbashkëta, dhe cilat kanë qenë disa prej tyre që ty të kujtohen dhe të kanë mbetur në mendje? Në këtë legjislaturë do kisha dëshiruar dhe kisha pritshmëri që do kishim shumë më shumë iniciativa. Do me thënë, unë kam advokuar sidomos, kemi folur dhe bashk, që në momentin që flitet për buxhetin, për shembull, në dhjetor, ne duhet kishim si aleancë iniciativa konkrete për rritjen e buxhetimit për gratë dhe vajzat, për politika më shumë për mbështetjen e grave dhe vajzave në sipërmarrje, për dhunën ndaj grave, pra janë shumë jemi shumë armiqësor si shoqëri ndaj grave dhe vajzave. Edhe ajo çfarë unë besoj është që 2 komponentë ne duhet luftojmë fort. Së pari fuqizimi ekonomik i grave dhe vajzave, independenca ekonomike bën që të kemi një shoqëri më të barabartë dhe padyshim krijimi shërbimeve
që vjen në funksion të grave dhe vajzave. Dhe këtu po ju marr një shembull shumë të thjeshtë. Në sistemin parashkollor, një nën nëse çon fëmijën e saj në sistemin arsimor publik, në orën 11-12 mbaron mësimi. Çfarë ndodh me këtë fëmijë? Ose do ta çoj after school, që rritet kostoja me 150 euro, ose do ta mbaj nëna dhe do sakrifikoj karrierën. Pra ti nuk ke një sistem i cili është në funksion të grave për t'i lehtësuar ato, për t'i integruar në tregun e punës. Për të vazhduar karrierën. Çfarë ndodh në Kosovë që kanë pasur një model shumë të mirë, sidomos në Prishtinë, pikërisht të orës 8 orare në sistemin arsimor, të cilën këtë iniciativë ne kemi bërë dhe të programit tonë të Partisë Lirisë me 5 prioritete, e kemi pas në vazhdimsi, por tashmë jemi edhe më të bindur për ta çuar përpara, në mënyrë që të ketë menca, të vazhdoj mësimi, që të vazhdoj ajo një sistem i cili bën dhe detyrat brenda shkollës dhe mësimi mbaron në orën 4:30 në mënyrë që dhe prindi ka mbaruar angazhimet e tij në karrierë, dhe ky është një lehtësim shërbimi që i vjen në ndihmë grave dhe vajzave. Pra, nëse ne në këtë sistem shumë patriarkal dhe duhet ta pranoj, por që gratë dhe vajzat kanë bërë një kalim të jashtëzakonshëm. Pra, nëse në 2004-2005 mua më shihnin dëgjoj se këtë duhet ta kenë vënë për të bukur, do ta kenë vënë thjesht për imazh. Ky ka qenë, domethënë, një nga ato diskriminime apo imazhe, paragjykime që unë kam hasur më shumë, dhe më është dashur të luftoj dhe të punoj 10 fisht për t'i treguar shoqërisë, partisë, që unë kam një imazh, por unë mbi të gjitha besoj në disa vlera që mund të çojmë përpara. Dhe në momentin që ne punojmë fort me politika konkrete në fuqizimin ekonomik të grave dhe vajzave dhe në krijimin e shërbimeve shëndetësor, shërbimin arsimor dhe shërbimin publik në përgjithësi në funksion të grave dhe vajzave, do kesh padyshim shumë më shumë gra dhe vajza qoftë në punësim, dhe gjithashtu edhe në sferën politike. Por shqyqyr që sot, kur shoh gra dhe vajza në çdo lloj force politike, dhe inkurajoj, dhe për mua janë heroina ato që angazhohen politik, sidomos në këtë situatë që ndodhemi, më bëhet qefi që në opinion publik përkrahen shumë më shumë. Dhe mbaj mend debatin që kemi bërë me kuotat, unë kam qenë pro kuotave, jo vetëm që jam studiuese edhe doktoraturën time kam bërë në gender, në barazi gjinore, por momentin në cilën ndodhej vendi ishte i vetmja mënyrë për të rritur përfaqësimin e grave dhe vajzave. Dhe nëse shef raportet e ISP-s edhe të organizatorëve të shoqërisë civile që monitorojnë parlamentin, del shumë qartë fakti që aktive më shumë janë gratë deputete se sa burrat. 30% që pastaj 50% që u arrit në nivel lokal në 2015 ishte historike, dhe unë kam qenë këshill bashkiak në atë periudhë dhe mbaj mend çfarë betejë kemi bërë, dhe ishte vërtet një arritje shumë e madhe për gratë dhe vajzat. Nëse do të krahasoje gratë dhe vajzat në politik në periudhën kur ti je angazhuar në 2005, ti ke parë në vite se si është pasuruar me gra, jo vetëm në numër, sepse kjo është e rëndësishme, sepse jep atyre një shans përballë një domeni që mbetet domen ende fatkeqësisht. Cilësia si ka qenë, sepse shpeshherë një ndër akuzat që u bëhet grave është që janë aty thjesht sepse ka numrin, por nuk janë në cilësi. Ti vetë që i ke parë nga afër, i njeh, ke bashkëpunuar, ju një background, një mënyrë si komunikojnë, si janë rritur gradualisht. Si do ta vlerësoje pjesën e cilësisë në vite? Unë kthej një batut për këtë. Kjo është nga në fakt akuzat më të padrejta që bëhen ndaj grave. Pra po e fusim për kuota, po ato nuk janë eficiente, ato nuk din të artikulojnë. Domethënë kjo është mënyra si linçohen edhe krijohet pastaj edhe një problem tek një pjesë që do përballet me këtë stereotip ja blet, dhe prandaj po pyes se rrugtimi jot ka qenë që e vogël, nëse mund të shprehem, deri tani, dhe ke kaluar sfida, siç e the, dhe i ke parë në momente të ndryshme, në kontekste të ndryshme, situata të ndryshme, edhe shoqërinë, edhe politikën, edhe gratë dhe vajzat vet, brenda dhe jashtë politikës. Sakt. Përgjigjja që jap kur më bëjnë këtë pyetje është po burrat, a janë të gjithë eficient? Nëse shef parlamentin dhe nëse shef fjalimet e burrave, ka patjetër fjalime cilësore, ka dhe fjalime jo cilësore. Pra, performanca e personave është për te i gjinive.
Ka gra të cilat din të artikulojnë, din të jenë të forta, din të jenë shumë imponuese në iniciativa e tjerë me radhë, siç ka gra të cilat mund mos jenë aq aktive, por në një target mos harrojmë gjithmonë, ky është domeni i meshkujve dhe ka qenë politika gjithmonë domeni i meshkujve. Ne jemi së fundmi pjesë e këtij domeni. Që kështu padyshim që shumë mirë që pritshmëritë për gratë dhe vajzat janë shumë të mëdha. Absolutisht, por nuk do të harrojmë që jemi në një domen meshkush dhe kemi arritur ti imponohemi me aftësi dhe me shumë punë. Do me thënë një gruaja në politikë duhet luftoj 10 fish më shumë se sa një burr. Por, në qoftë se unë dilja në fushat në 2009 dhe më thoshin isha 24 vjeç, po ti mi vajzë, çfarë do bësh në politikë? Studesh kjo, ik studio. Do me thënë kishe nga këto batuta, kur dal tashmë dhe takoj po të them pensionist, takoj të rinj, në mosha të ndryshme thonë, është shumë mirë, njerëz si ty të rinj, vajza na duan. Pra, ka ndryshuar dhe gjasja e shoqërisë dhe kjo është një arritje e madhe. Unë po të them edhe studentët e mia, jo se dua të diskriminoj meshkujt në absolutisht. Unë kam më shumë vajza në auditor se sa meshkuj, i kam shumë më aktive. Pra janë shumë më kërkuese, sepse janë një kategori e shoqërisë të cilët nuk kanë pasur mundësi si burrat, janë edukuar që burrat do jenë ata që do drejtojnë, ti do kujdeses për shtëpinë, për familjen. Stereotipet gjinore, rolet gjinore. Pikërisht. Dhe kanë bërë një evolim të jashtëzakonshëm, po edhe në media, në shumë sektor. Është vërtet. Në Shqipëri kanë thyer tabu. Tek pjesa e auditorëve në fakt ka lidhje edhe me migracionin, që fatkeqësisht e zgjedhin më shumë djemtë dhe burrat dhe është krijuar një situatë problematike në fakt në këtë pjesë. Por edhe te pjesa e kuotave, ne themi gjithmonë këtë pjesën që kuotat janë një mekanizëm ligjor që ne vendosim për të krijuar shanse të barabarta. Pastaj janë partitë politike, ato të cilat me demokracinë e tyre të brendshme vendosin cilësinë e kandidatëve, qofshin ato burra apo gra. Kështu që nuk është problemi kuotës në vetvete, pastaj është mënyra se si funksionojnë partitë politike në Shqipëri. Dhe ne dim mirë që një nga problematikat kryesore të partive politike është meritokracia. Edhe në fakt edhe disa barriera të tjera që ne I hasim shpesh për vajzat dhe gratë vendimare, siç është edhe aksesi në financa. Unë di që Partia e Lirisë është e vetmja parti e para në fakt që ka vendosur një kuotë për aksesin në financat publike të partive politike. 50%. 50%. Mendon ti e di që ne kemi në parlament një projekt ligj, I cili është një amendament I ligjit për partive politike, për ta vendosur dhe me ligj një përqindje jo më pak se sa 10% t'i akordohet strukturat grave brenda partive nga financimi publik. Mendon se do arrihet, është një luftë që ja vlen t'i shkojmë deri në fund? Absolutisht po. Aksesi në financa padyshim që është shumë I rëndësishëm për gratë kandidate, në nivel lokal edhe në nivel qendror. Ne kemi pasur konventën e datës 27 prill të vitit kaluar dhe kur kemi bërë diskutime brenda forumeve tona ka qenë një mbështetje edhe në bashkëpunim me shoqërinë civile kjo iniciativë. Gratë padyshim që ishin suportuese dhe presidenti e ka miratuar pra nëse do ishte 30%, e miratoi deri në 50%, konventa në mënyrë anonime dhe mendoj që ka qenë një nga vendimet më të rëndësishme të asaj konvente pikërisht për të dhënë mesazhin se mesazhi është shumë I rëndësishëm që gratë dhe vajzat të kenë akses në fushat zgjedhore për financat e partisë njësoj si burrat. Unë ju inkurajoj shumë që ta vazhdojmë iniciativën në parlament. Ne nuk e lëm asnjëherë në mes. Dhe mua më keni kratë. Do ta kemi. Është shumë e rëndësishme. Domethënë një nga në situatën në cilën ndodhet vendi, edhe për shkak të kësaj magjorance ti do duhet që të ecësh në politikë sot, ose të kesh një aleancë me krimin organizuar, ose të kesh para shumë ndaje që të mbulosh një fushat. Domethënë, ndërkohë që ato që janë më të rëndësishmet janë vlerat njerëzore, intelektuale, çfarë misioni ke ti, se ti hyn politikë për çfarë misioni ke. Për shkak të kësaj është shumë e vështirë dhe unë e them, ne flasim që të përfshijmë sa më shumë trinj, gra dhe vajza,
Ndërkohë që unë përballë nuk kam thjesht një kundërshtar, po kam patronazhist, kam krimin organizuar, kam dhe fakti i daljes së shumë dosjeve tashmë, se si kjo qeveri ka vendosur në listat bashkëpunim me krimin organizuar është shumë dëshpëruese për një tri, një grua, një vajzë, një intelektual për të hyrë në politikë. Prandaj do duhet që gjithë bashku ta ndryshojmë dhe zgjedhjet jenë një normalitet siç janë në Kosovë, siç janë në rajon. Llogaridhënie, ndëshkim, alternativë dhe mundësi që shumë qytetarë të cilët mos kemi atë nivel parlamenti që kemi sot, por të flitet më shumë për qytetarët se sa për inate personalet politikanëve në parlament. Dhe pavarësisht presionit që t'jep parlamenti, jam munduar gjithmonë që të flas për çështje dhe mbi bazën e fakteve. Është shumë e rëndësishme që ne të ndërtojmë një politikë bazuar në fakte, në argumente besueshmërie pastaj. Dhe qytetari mendoj që të dëgjon më shumë kur ti flet me fakte dhe me të dhëna, me argument dhe të ndjek më shumë se sa të në akuza personale të cilat më shumë e largojnë qytetarin nga politika dhe kjo është drama më e madhe. Në momentin që qytetari largohet nga politika duke e parë atë si një domen të disa personave, ndërkohë që vendimarrjet që merren atë parlament afektojnë direkt qytetarin me taksat, me ligjet, me shërbimet e tjerë me radhë. Prandaj inkurajimi që trim, gratë, vajzat, qytetarët merren me politikë është edhe një farë atë që besoj unë që të kurrikulat tona do duhet të instalohet angazhimi qytetar. E kam parë në Britaninë e Madhe kur kam studiuar se si angazhimi qytetar i gjithë filozofisë është pjesë e kurrikulës, pra që ti dish të drejtat e tyre, detyrimet, drejtën e referendumit, të drejtat pra të kërkosh llogari dhe krijimi i ndërtimi i një person jo analfabet funksional siç po prodhojmë sot, por të mendimit kritik edhe të qytetarit të angazhuar që unë e besoj fort që duhet në mënyrë të menjëhershme të inkorporohet në sistemin tonë arsimor, si kundër e kemi edhe në programin tonë me 5 prioritetet në një nga shtyllat që është edukimi. Elisa, a ka bashkëpunim ndërmjet grave dhe vajzave në politikë për të bërë një presion pozitive dhe për të rritur për shembull pjesën e aksesit në financë, por edhe për ligje apo për vendime të tjera të cilat janë të rëndësishme dhe shërbim të qytetarëve apo dhe grave apo vajzave të tjera të cilat duan të aderojnë dhe të përfshihen. Aleancën e kemi ndërtuar. Se s'ka aleancë burrash në parlament. Po sa realisht ka? Kështu që sa realisht, sepse ndonjëherë perceptimi është që është luftë e egër, ndodh ndonjëherë edhe mes gjinis, jo vetëm mes burrave dhe grave. Unë vi nga eksperienca ime me ligjin që shova në parlament, apo edhe me debatet që unë kam bërë parlament për amendimet që kam çuar për buxhetin e arsimit. Dhe unë kam sfiduar majorancën kur ka thonë, nëse ti më sjell mua një amendim buxheti dhe çon buxhetin e arsimit 5% prodhimit brendshëm bruto, unë jam e para që do e votoj atë buxhet. Pra për te bindjeve politike, mua më intereson që qytetarit marrin më shumë shërbime dhe të kemi politika për qytetarët. Unë mendoj varet nga kauza dhe varet nga leadershipi. Pra, nëse do ishte një kauzë mirë, padyshim që jam shumë dakord dhe shumë besim plot që gratë do të bashkoheshin si kundër janë bashkuar, qoftë në 2008-ën, qoftë në 2015-ën, për kuotat gjinore, për përfaqësimin politik, por ne duhet shkojmë për te kësaj, ne duhet bashkunojmë për politika konkrete që prekin për ditëshmërinë e grave dhe vajzave. Pra, për si t'ja përmirësojmë jetën në përgjithësi. Që lidhet me buxhetet. Që lidhet me buxhetet në qasjen qeverisëse. Dhe këtu, padyshim që gratë opozitës janë shumë më të disponueshme për të bashkëpunuar dhe për të çuar përpara këto politika, ndërkohë që nga ana majorancës ka një par druajtje sepse padyshim që janë të orientuar diku tjetër financa në një grush njerëzish dhe jo tek masa më e madhe e qytetarëve. Por nëse do të ishte, besoj fort, që nëse do të ishte një iniciativë e cila do të ishte e mirë artikuluar, do të ishte e mirë menduar, mendoj që mund të marrë një konsensus brenda parlamentit. Në fakt është e vërtetë që ndonjëherë është më e vështirë të bësh politik kur je në majorancë se sa kur je në opozitë. Në opozitë është më kollaj. Kërkon shumë gjëra. Varet si është.
Varet si është, por edhe kur I çojmë, pra unë kam pasur iniciativa që kam çuar të buxhetuara, ëh, dhe që është shumë e rëndësishme. Dhe domethënë edhe çfarë prek nga dhe ku gjenden parat dhe se si mund të kanalizohen, dhe kam parë një rezistencë, ndërkohë që unë mendoj që politika duhet të jetë përtej këtyre barierave, pra nëse duhet shofi propozimi konkret, nëse është një gjë që ne mund ta çojmë përpara, pse duhet kemi tabune e vendosura nga politika, ndërkohë që ne jemi aty për qytetarët. Kjo është shumë e vërtet. Ti si juriste ke shumë eksperiencë, si juriste, siç e tham, edhe unë mendoj që duhet ketë pak më shumë jurist në parlament. Kjo është ndjes. Se jemi të sektorit. Ne themi gjithmonë që kemi ligje shumë të mira, po problemi është zbatimi. Cili është realisht problemi I ligjeve? I kemi të mira, do duhet I rishikonim, apo është realisht tek buxhetimi I tyre, tek problemi se si zbresin pasaj në terren? Dhe këtu merr rol parlamenti. Mos harrojmë që parlamenti është një nga rolet që ka është kontrolli I ekzekutivit dhe kontrolli I zbatimit të ligjeve. Çka do të thotë që në moment që ti e miraton një ligj, ti ke të gjithë mekanizmat parlamentar për të kontrolluar zbatimin e ligjeve. Ne kemi ligje shumë të mira, edhe sipas standardeve të Bashkimit Evropian, jemi të parët që miratojmë ligje sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Puna është ende vazhdojmë tek problematika e zbatimit dhe e ndërgjegjësimit të institucioneve për të zbatuar brenda afateve të caktuara. Dhe këtu po të flas për iniciativën që kam çuar në parlament që është miratuar, që ende nuk është zbatuar ligji apo të shumë ligjeve të tjera të cilat I kemi sa për një tick on the box, por në të vërtetë ato janë ineficiente në momentin që nuk afektojnë përditshmërinë e qytetarëve, nëse nuk përmirësojnë jetën e qytetarit. Dhe kur flasim për standarde europiane, mua më intereson të ndërtoj Europën e kulturës së shtetit ligjor, të funksionimit të shtetit, të zbatimit të legjislacionit në vendin tim. Kjo është Europa. Në moment që e ndërtojmë këtë gjë, kjo afekton ato pika na kërkojnë edhe ata, nuk është se na kërkojnë gjë të çuditshme. Po unë kam përshtypjen se parlamenti ose parlamentarët në fakt këtë pjesën e kompetencës monitoruese e kanë pak më të paqartë se sa gjithë pjesën e kompetencave të tjera, sepse unë do doja të shija më shumë interpelanca, më shumë monitorim për sa I përket institucioneve, dëgjesa, sepse patjetër që është tek rrethi I zbatimit ligjit, është patjetër monitorimi një nga problematikat. Eris, merr mandatin e dytë. Shofi. Edhe të jepet mundësia, thot Parlamenti, Erisa do të vendosi ligjin që do votojmë të paren. Cili do ishte ligji I parë që do votoje, që do krijoje ose edhe që do amendoje nga ata që janë? Buxheti për arsimin. Do të çoja 5% prodhimi brendshëm brut të arsimit, do të investoja në kurrikula, do të investoja në infrastrukturë, në inovacion, gjithashtu do të kërkoja të ndërtoj një kurrik e posaçme për angazhimin qytetar, lidhja e tregut punës me edukimin, qendrat e karrierës, këshillimi I karrierës. Pra, do të dëshiroja që buxheti I parë të plotësoj arsimin më pas çdo lloj buxheti tjetër. Sa përqind është premtimi? 5%. Paktën të arrim atë 5%-in e minimumit të standardit evropian prej vitesh. Dhe që ende vazhdojmë të jemi buxheti më I ulët në rajon dhe për kërkimin shkencor. Universitetet tona janë kthyer në gjimnaze. Në momentin që financimin ti për kërkimin shkencor e lë 0.03% të prodhimit. Ne kemi gati 1.4 miliard në 2025. Kërkimi shkencor jo. Kërkimi shkencor nuk ke larg prap 1%. Okej, po që ka filluar një tendencë me buxhetin e 2025. Ato të llogarisin edhe mbështetjen që merr nga BE-ja. Puna është buxheti vet I shtetit, sa e ka arritur. Pra, pedagogët kërkonin që të shkonte 0.3% të prodhimit brendshëm brut, Pra, të fillonte nga 0.3 dhe të kishte një rritje të përvitshme, Ende e kemi larg, sepse nëse ti nuk çfarë janë universitetet pa kërkim shkencor? Janë gjimnaze. Nëse ti nuk stimulon kërkimin shkencor, por edhe privati që për studime të caktuar ti drejtohet universiteteve, për çështje të caktuar, pra në qendra të kërkimit shkencor,
ti praktikisht e ke rënuar sistemin arsimor me gjithë sfidat që përballet me mbylljen e degëve. Dhe një nga iniciativat do të vendosja mësuesin në pagën e mësuesin, do të arrisja në hierarki, absolutisht për t'i kthyer dinjitetin, sepse ne rrezikojmë të ngelemi pa mësues fizike, kimie, matematike, sot që flasim ke vetëm 7 student fizike në Universitetin e Tiranës. Dhe ti rrezikon realisht të ngelesh pa mësues. Pra, për t'i rikthyer dinjitetin në pagë, në ambient mësimorgjite, në status, sepse studentët nuk duan t'ikin për mësuesi. Dhe atë 900 euro që thanë që e rritën pagën e mësuesve, nëse e merr në 12 vjet, është thjesht indeksim. Dhe me çmimet në stratosferë e kanë të pamundur përballojnë jetën, por atë 900 euro e marrin vetëm drejtuesit e arsimit, nuk e merr ai mësuesi i cili përballet çdo ditë me këtë. Dhe këtu kam pas një eksperiencë jashtëzakonshme në Korenë e Jugut. Dhe momentin një nga pyetjet më të mëdha që bëra në një vizitë studimore që pata atje është si arritët të bëheshit kjo që jeni sot. Një zhvillim teknologjik, infrastrukturor, të edukimit dhe çdo gjë tjetër në ekonomi. Kemi investuar në arsim. Gratë tona prisnin flokët, i shisnin dhe investonin fëmijët e tyre në edukim. Pra nëse vëmendja nuk bëhet prioritet kombëtar dhe unë them që ne duhet shkojmë përtej partive politike, të ketë një strategji 10-20 vjet, një pak kombëtar për arsimin që kushdo që vjen pushtet ka një strategji të caktuar për arsimin dhe nuk preket. Mos bëjmë më eksperimente që nga viti 2000 që kemi ndrojmë sisteme, bëjmë eksperimente. Do ishte edhe një mundësi mish edhe njerëzit edhe të rinj të mos largoheshin, ta gjenin veten në sensin. Patjetër që po, dhe Korea e Jugut, Singapori, do të gjitha këto vende që kanë patur një bum zhvillimi, pjesa më e madhe ka qenë tek arsimi, edhe tek sipërmarrja. Sepse janë dy motorët të cilët shtyn përpara shoqërinë dhe ekonominë. Sepse në momentin që investohet në kërkim shkencor, automatikisht i ke mundësi që të evidentosh dhe të nxisësh edhe pjesën e krijimtarisë, e teknologjisë, e përditësimit me ato që janë qasjet e reja inovatore në botë, krijimin e startupeve. Pra automatikisht është një rrugë. Dhe ne nuk na mungon potenciali si popull. Është interesante se kur shkojmë jashtë shtetit dalin parë të gjitha ndej, kështu që potenciali nuk na mungon në këtë pjesë por na mungon meritokracia. Si mund zgjidhet Eris brenda partive politike? Kemi problem të madh me demokracinë e brendshme, me meritokracinë, sepse ne mendojmë fort, kemi shumë vite që punojmë me parti politike. Mendojmë fort që partitë politike janë gjeneza edhe e kulturës se si më pas qeveriset. Nuk mund të t'i konsiderojmë si ente private, dhe të mos merremi me to dhe t'i shohim vetëm kur janë qeverisje. Dhe një nga problematikat që shohim është mungesa e meritokracisë, njerëz që mbeten të pakënaqur. Si mendon se mund të rregullohet? Është një sfidë, në fakt një debat që ne kemi pasur edhe të brendshëm brenda partisë, në konventin e 27 prillit e kemi sankcionuar thelbin e meritokracisë si një mekanizëm i domosdoshëm për të motivuar që nga kryetari i organizatës, që nga antari LRI, si lëvizjes gruas për integrim, për ta konsoliduar, por është një sfidë e përditshme brenda partive, mendoj. Dhe meritokracia në këndvështrimin tim dhe hapja e garës është e vetmja mundësi për të rritur sidomos për një forcë politike si e jona, se ndryshe nga partitë e mëdha, të cilët kanë konjunktura, të cilët kanë shumë mekanizma të tjerë, tek ne është shumë më e lehtë për të bërë karrierë dhe për të evidentuar. Pra, ne kemi qenë në 2017 e vetmja forcë politike që është penalizuar për kuotat sepse kishim 3 vajza në renditje. Kemi marrë kemi promovuar shumë gra dhe vajza. Dhe janë kuotat e grave, në fakt janë kuotat të dyja gjinit. Pra, ne kemi pasur shumë të domosdoshme dhe për të mbijetuar në sferën politike për ta hapur garën dhe për të mos t'i krijuar bariera. Pra, vërtet unë isha kryetare e LRI-s apo jam zëvendës presidente sot, por unë jam në një garë pozitive me të gjithë anëtarët e partisë në mënyrë që kushdo që promovohet dhe krijon iniciativë është ai që del, është ai që promovohet pavarësisht pozicionit. Kjo është vetëm mënyrë shumë e rëndësishme. Se ti jep mesazhe edhe me meritokracinë, por edhe me garimin nesër në Këshillat Bashkiake. Ne për shembull në 2023 dhe në zgjedhjet e fundit ne kishim vajza në Korç, në
Durrës gjithashtu, në Lushnjë, pra kemi pasur gra dhe vajza dhe të rinj për këshillat bashkiake që sot janë pjesë e këshillave bashkiake. Pra ndryshe nga partitë të tjera, ne kemi pasur të domosdoshme pikërisht për të rritur, por edhe për të dhënë mesazhin që këtu ke mundësi të bësh karrierë edhe më shpejt, edhe pa barriera artificiale ndonjëherë brenda partive. Edhe unë them që me që jemi dhe këtë pjesa sfiduese e partisë, neve kemi këto rastot këtu, të cilat janë me ca pyetje që ne i konsiderojmë sfiduesa. Kështu që ti zgjidh njërën prej tyre dhe shive ta lexojmë mirë bashkë. Dhe përgjigje të sinqertë. Patjetër. Është një nga intervistat më të bukura që kam pasur në fakt. Dhe faleminderit. Faleminderit. Okej, cilet ka qenë njeriu që të ka penguar më shumë në karrierën politike, po ndihmuar? Penguar kanë qenë ato humbjet, do me thënë në sensin e disfatave që ti ke në karrierën politike. Pengesa ka nga më të ndryshme, nuk di të them një emër, por di të them që në vazhdën e punës si në çdo punë ke pengime, intriga, gjëra të ndryshme që nuk janë si në çdo ambient, por që vendosmëria për të ecur përpara është vetmja mënyrë për t'ia dalë. Ndihmuar shumë vetëm kanë ndihmuar, dhe njerëz të cilët nuk i kam pritur që mund të ndihmonin, në sensin edhe për një fjalë, edhe për një angazhim, dhe edhe në këtë situatë në cilën ndodhet Partia e Lirisë, ku kemi liderin ton të izoluar politikisht, ti nuk e ke idenë solidariteti, mbështetja, dëshira për të vazhduar përpara e antarëve dhe simpatizantëve është një ndihmë jashtëzakonshme që na frymëzon ne që drejtojmë partinë fakt. Ke votuar ndonjëherë kundër vullnetit partisë? Kundër vullnetit të partisë. Kundër vendimit, se zakonisht në grupet parlamentare ose në parti merret vendime, thonë do votojmë për këtë. Dhe është qëndrim unison. Qoftë parlament, qoftë edhe brenda në struktura, sa? Nëse mund ta quash kundër, ka qenë një projekt ligj në Kuvend, ka qenë për sistemin parauniversitar, ku pjesë e këtij projekt ligji u vendos edhe regjistri si referencë në atë ligj, dhe që u advokua fakti që do të kishte një pengesë tashmë. Aty e kanë votuar pro, edhe pse ka qenë një ligj i majorancës, e kam votuar pro sepse mendoj që ka qenë një augur i mirë, apo për ambientin, për përdorimin e letrave të riciklueshme, për mjedisin, edhe aty kam votuar pro në mënyrë që të ecin përpara. Këto kanë qenë me aq sa kujtoj unë iniciativa. Politika pozitive. E vazhdojmë në fundit. Kështu që i kërkon vetë pyetjet sfiduese, s'kemi faj. Thuhet se politika në Shqipëri nuk ka shanse të ndryshohet as duke u angazhuar njerëzit e mirë. A i bën pis politika të mirët? Kjo është një nga gjërat që thuhet në vazhdimsi. Unë besoj fort te një nga biles edhe kur kam qenë pjesëmarrëse te Selavia, edhe pata një këngë aty me Erik Lashen, edhe një pjesëtar jurist. Edhe këndon? Po, edhe këndova. Talentet pa zbuluara. Kam dashur të bëhem balerin, këngëtare dhe përfundova politikane. Te pjesa kështu performancës në prapë. Po, të më thanë që ke vesh, jo shumë zë, po vesh ke. Edhe aty më thonë, për çdo ti që merresh me politikë, je shumë mirë në sken, të këndosh, të performosh. Ta dëgjoj tash, dhe këtë kam bindja. Është si shtëpia, është si çdo punë. Qofse përfshihen njerëzit e mirë, çdo gjë është edhe më e mirë. Nëse njerëzit nuk do të përfshihen njerëzit e mirë, qoftë në politikë, qoftë në çdo sektor tjetër, ajo nuk do ndryshoj kurrë. Që kështu këtë e kam bindje dhe këtë përgjigje. Pra nuk je bërë pishman që je angazhuar në politikë. Me këtë ide përgjigje edhe pyetjes fundit time. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Risa, shumë faleminderit. Para se ta mbyllim, ne japim gjithmonë mundësinë për një mesazh të fundit. Ti dhe shumë mesazhe të bukura sot. Po një mesazh i fundit për ata që na ndjekin, edhe ndoshta edhe një inkurajim që të ketë edhe më tepër angazhim politik në të gjitha format, jo vetëm gjithmonë në vit parë. Ti e ke dhënë shembullin që jo vetëm vija parë, e fillon në të gjitha format, pastaj
Vetëm mesazh është që duhet parë politika si një mjet për ndryshuar jetën e të gjithëve dhe angazhimin politik në vendimarrje, në aktivizim, në çdo lloj aktiviteti, në llogaridhënie, është një gjë e mirë që ne i bëjmë vendit. Është një gjë e mirë që ne i bëjmë të ardhmes vendit dhe fëmijëve tanë, të cilët duam t'i japim edhe një model që duke luftuar, duke insistuar në mënyrë permanente ti mund t'ia dalësh, por jo të dorëzohen. Jo të dorëzohen pas një sfide, sepse shoh trinj që humbin një betejë edhe thonë ok, politika nuk. Politika është në të gjitha aspektet. Politik bën ti edhe në moment që je në një protestë, që ngre zërin, që shkruan një artikull. Dhe gjithmonë kam inkurajuar sidomos intelektualët, njerëzit që kanë aspekt profesional e kanë shumë të rëndësishme politika vendi në radhë të parë që ata të kontribuojnë dhe të jenë zë. Në ca momente është mirë që politika të heshti dhe të flasin ta ekspertë dhe ne duhet ta ndryshojmë, por kjo ndryshohet nga brenda. Dhe ndryshohet me çdo kontribut, dikush në media, dikush shoqëri civile, dikush në profesionet e tij, por do duhet që politikën ta shohim jo domen të disave, por është e gjithëve sepse vendos për ne në fund ditës. Faleminderit Erisa. Faleminderit shumë Goca. Faleminderit shumë Eris. Politika është një nga ato aspekte tjetës, cilët në një farë mënyrë duhet ta bëjmë gjithë. Politika është një mënyrë e mirë për të ndryshuar gjërat për mirë, për të bërë një vend më të mirë për gjithë ne, për fëmijët tanë, edhe për gjithë ata që kanë nevojë për një zë të fortë aty ku është vendimarrja. Faleminderit Erisa Xhixho për pjesëmarrjen në këtë podcast. Faleminderit juve që na ndoqët. Faleminderit Aurora Sulse, si gjithmonë kënaqësi. Neve e mbyllim këtu këtë bisedë, por me rikujtesën që t'i ndjekim sa më shumë vajzat dhe gratë në politikë, t'i shohim kontributet e tyre dhe të ngrem zërin së bashku me to për kauza të përbashkëta për ta bërë Shqipërinë të gjithë bashkë një vend më të mirë. Vox Politics, Edlira Çepani, shihemi në episodin e radhës.